Përshëndetje, Kina ka vendosur kufizime mbi eksportet e metaleve të rralla, të cilat janë të rëndësishme për shumë industri strategjike. Bashkimi Evropian po reagon për këtë situatë përmes koordinimit të brendshëm edhe me partnerët e G7-s. Veprimet e Bashkimit Evropian sigurisht dhe Stefan Sejourné, zëvendës presidenti i Komisionit Evropian për çështjet industriale, do të mbajë një takim urgjent me përfaqësues të industrive të prekura. Takimi do të zhvillohet përmes një videokonferencë dhe do të përfshijë sektorë si automjetet, mbrojtja, energjia erës, kimikatet dhe mineralet. Qëllimi është të diskutohet ndikimi në projektet europiane, të lëndëve të para dhe të planifikohen veprime të koordinuara. Sejourné do të raportojë për rezultatet e këtij takimi gjatë seancës plenare të Strasburgut ditën e martë. Bashkëpunimi ndërkombëtar midis Brukselit dhe G7-s po koordinon përgjigje për partnerët për të siguruar një strategji të përbashkët ndaj kufizimeve kineze. Në thelb, Bashkimi Evropian po merr masa për të mbrojtur industrinë e saj nga rreziku i varësisë së tepruar nga metalet të rralla të importuara nga Kina, duke synuar një përgjigje të koordinuar me aleatët kryesor. Faleminderit.